gjithë ju që mbani veshur argjent apo flori? Po kontrolloj kolegun tani. Kemi ndonjë varëse aty? Po, kemi. Do duhet që t'jeni shumë të vëmendshëm në këto minutë, sepse ne do të flasim pikërisht për efektin që argjenti dhe floriri ka në trupin tonë, çfarë sjellin, edhe në një farë mënyre se si duhen mbajtur veshur nga vajzat dhe gratë, nga djemt dhe burrat. Ka disa rregulla të cilët kanë nisur që në histori, që në besime të ndryshme dhe vinë deri në ditët e sotme për të kuptuar se çfarë është e vërtet, çfarë është mit dhe çfarë është fakt. Diskutimin e ndërtojmë mbi baza shkencore për të folur me zotin Edmond Lasha, i cili është ekspert i bioenergjisë, dhe për na treguar mua dhe Surjanit, mirëmëngjes, mirë se vini, kënaqësi që jemi së bashku, për na treguar se përse vajzat mund të mbajnë argjent dhe përse djemt nuk duhet të mbajnë flori. Po. Ari dhe argjenti janë dy minerale esenciale, fisnike që ndryshe, që janë përdorur mijëra vite më përpara, domethënë. Edhe ari dhe argjenti. Dikur madje në prehistori, argjenti kishte jashtëzakonisht vlerë, kishte më shumë vlerë se sa ari. Është e ndryshme me atë çfarë ndodh tani. Sepse argjenti përdorej në shumë aspekte funksionale të jetës të zakonshme, duke filluar që te mbrojtja e ushqimit, te ruajtja e ushqimit, e ujit, e verës, për shembull në Egjiptin e lashtë përdorej edhe për të ruajtur verën, për mos u prish. Po ashtu edhe për ushqime të tjera, përdorej argjenti. Kurse edhe tani argjenti përdoret shumë edhe në mjekësinë moderne, po edhe po themi në rrjetet e ndryshme të bioenergjisë. Argjenti ka lidhje frekoncore, besoj se ka lidhje frekoncore me frekuencat pastruese, purifikuese, mbrojtëse dhe shëruese të hënës, ndërsa ari besoj se ka lidhje frekoncore me fuqinë ose energjinë maskullore të diellit, me ndriçimin, me jetën, me vitalitetin, me energjinë e kështu me radhë. Në diete besime të ndryshme fetare, po kryesisht na vjen si dije me shumë vlerë edhe dija profetit Muhammed alayhis salam. Profeti Muhammed ka qenë një njeri i ditur dhe dietar, ka qenë shumë lart në frekuencë. Edhe ati ja përcjell dije direkt prej engjëve të Zotit. Edhe jep të si porosi që meshkujt përdorin vetëm argjentin si bizhuteri, kurse femrat mund të përdorin edhe argjent edhe ar. Përse? Po meshkujt kanë energji maskuline, maskullore me bollek. Edhe duke mbi vendos energjinë maskullore të arit, të diellit, atëherë këto mbi vendosen dhe përplasin frekuencë. Ne për shkak kemi vënë re, sidomos në kohën këto 30 vite, 40 vite, kur ndryshoi sistemi dhe njerëzit dolën jashtë, domethënë. Te djemt të ri që ishin emigrantë, ishin djemt të shkath, garipat, domethënë që punonin punë të lloj-llojshme, ne s'po i gjykojmë se çfarë punësh kanë bërë, po vijnë këtu me vargojarit në Shqipëri. Plus edhe byzylyk, plus edhe stoli tjera ose bizhuteri tjera. Edhe pas 2-3 vitesh, pas 5 vitesh, ose i qik më shumë, ato shihin se u bien flokët shumë shpejt në krahasim me moshëtarët e tyre. Ata që mbanin shumë varë se floriri. Po, sepse zbutet edhe zvoglohet energjia maskullore. Plus pas edhe efektet tjera, që s'kemi pse i diskutojmë këtu, po dieta jo, domethënë edhe shkencërisht. Ky lloj dietë prej në Kuranin e Shenjtë, te dija profeti Muhammed, unë e kam gjetë konfirmuar pastaj edhe në një studim shkencor të një grupi shkencëtarësh në Harvard, të Universiteti i Harvardit, e drejtonte një doktoresh me shumë mirë njohur, edhe ajo e konfirmoi këtë dije, pra. Meshkujt le të vendosin argjent, ose unaz argjentit ose stoli argjentit, edhe përkojnë edhe përputhen me energjinë e mashkullit, kurse femrat le të vendosin edhe argjent edhe ar, edhe nuk ka asnjë lloj problemi. Mirë, sepse ndër rjeshta ju thatë edhe në aspektet të tjera që ndoshta nuk kemi nevojë t'i flasim sot, por në fakt janë shumë të rëndësishme t'i diskutojmë dhe nuk është hera parë që ne diskutojmë në studio, për të kuptuar nëse argjenti dhe ari kanë ndonjë ndikim tek sistemi riprodhues, sistemi seksual, tek të dyja gjinit. Po. Te energjia për shumë ato meshkuj që vendosin stoli me bollek ari, floriri, ka përplasje në frekuencën e tyre dhe pastaj energjia maskullore ulet. Dhe janë më pak pjellor, po thua. Ma pak pjellor, kanë më pak fuqi, më pak energji maskullore kështu me radhë. Ndërsa tek femrat, çfarë ndodh? Te femrat është krejt normal, vazhdon energjia vet, domethënë edhe veç se i shtohet, domethënë. Plus pastaj argjenti ka edhe diçka tjetër. Se duke e vendos edhe femrat edhe meshkujt, argjenti duke pas lidhje me frekuencat pastruese, shëruese, mbrojtëse të hënës,
Argjendi besohet se mbron edhe nga syri i keq, mbron edhe nga energjia negative, mbron edhe nga ndikimet e energjive negative, mbron edhe nga entitetet e ndryshme të dukshme ose të padukshme, parazitë energjetik që mundet të cënojnë edhe aurën, po edhe trupin fizik. Pra, nëse marrim për shembull në traditën tonë, kryesisht nuset e reja, u vendosej një gjerdan, jo vetëm ari, sepse ka pas familje shumë pasura që kishin arë me bollek. Mirë, po ato nuk preferojnë të vendosin vetëm arë. U vendosin një gjerdan me pare ose me soli, arit edhe sermi ose argjendi. Pse sermi edhe argjendi? Sermi edhe argjendi posaçërisht për t'i mbrojtur nga syri i keq. Se duke qenë nuse, sidomos në traditën tonë vishë edhe me të kuqe, tërheqin shumë vëmendje, lakmi, xhelozi. Pra, një barrierë, po thua, energjike. Mbrojtje aurike, domethënë. Edmond, kur kthehemi në edhe diçka, për shembull, se harrohet ta them. Edhe te fëmijët e vegjël në diet, ne kemi pas traditë gjithmonë që vendosej një diçka sermi ose argjendi. Pse u vendosim fëmijëve pse u vendosim fëmijëve sapo lindur i dhurojmë diçka florirë? Ne kemi pas një dietë për cjellur ashtu edhe pa ditë se shumë sepse. Por duke pa të vërtetuar tani edhe shkencërisht, edhe sidomos te pjesa e bioenergjisë, e shohim se argjendi ka një fuqi të jashtëzakonshme antibakteriale, antivirale, antimykotike që në kontakt. Plus pastaj besohet se mbron edhe prej syrit keq edhe syrit keq edhe argjend. Ndërkohë ne u adhurojmë edhe flori. Floriri te fëmijët jo. Floriri te fëmijët të fortë dhe argjend. Zylyk me emrin e tyre të shkruar apo një medaljon apo nuk është mirë ari te fëmijët, domethënë jo, veç argjendi. Vetëm argjend. Argjendi është shumë mbrojtës. Dikur Edmond në disa familje të caktuara, por dhe sot, hanin me lukë të florint, apo me lukë të argjend. Çfarë dini diçka më shumë se ne? Se nuk besoj se ka qenë vetëm për qëllim duke bukur. Historikisht, familjet e pasura kryesisht, jo të gjithë, por në kulturat ndryshme ka pas edhe sidomos shtresa mesme dhe e lartë, domethënë. E ka pas tradit ushqimin kryesisht me argjendi. Shtresa më lartë pastaj edhe me enari, po ju tregoj se pse. Çfarë fiton trupi? Me argjendi besoj sidomos në Romën e lashtë, kryesisht, por edhe në mesjet në Evropë, që argjendi largon çdo lloj nikimi të mykut edhe të mikrobeve, bakterët të këqija. Edhe kur ata ushqeheshin me përbërje argjendi kryesisht, ato i përjetojnë këto sepse smureshin shumë pak ose hiç. Nuk i ka pas virusi as gripi kështu më radh. Pse nikimi i argjendit, sidomos në lëngjet që pinin ato, është shumë i fuqishëm te pastrimi edhe te mbrojtja, te largimi i baktereve të ndryshme, nuk i kapte as myku atë lloj ushqimi, domethënë. Mirë, po çfarë ndodhte? Kryesisht te familjet e pasura, te familjet mbretërore, edhe te Evropës po vende të tjera, duke ngrënë lloj-lloj ushqimit në këto enë argjendi, edhe duke pas kontakt edhe me kripën në këtë lëngje, ndodhte një proces që quhet argyria. Çfarë është argyria? Është ngjyrosja e trupit, e lëkurës trupit, ose edhe e gjakut me një ngjyrë që është drejt bluz, gri drejt bluz. Domethënë, ose përndryshe, ato familje mbretërore besohej se kishin gjakun blu. Në fakt ishte ndikimi i këtij argjendi në kontakt me kriprat në ushqim. Ky nuk quhet, domethënë quhet ndryshe nitrat argjendi, sepse është argjendi në kontakt me kripën. Me natriumin. Momentin që bëhet një tretësirë tjetër që s'është në kontakt me kripën, quhet argjendi koloidal. Argjendi koloidal ka këto aftësi që është mbrojtës, shërues, purifikues, pastrues dhe largon bakteret, largon viruset, kurse nitrati i argjendit ka po atë efekt, ama ka edhe këtë kundër efektin që të ngjyrosë dhe të bën drejt bluz. Diçka dinin më shumë se ne dukshëm. Patjetër që dinin, po. Pra ndaj themi ne që... Edhe nuk e përcjellin fort këtë sekret, domethënë. Mbretërit aso kohë kishin gjak mbretëror që praktikisht gjakun blu, po gjaku blu ishte ky ndikimi i argjendit në enë. Po të hiqnin dorë nga konsumimi. Që ishte në kontakt me kripën. E qartë, shumë interesante. Mirë, çfarë mund të themi për gjithë ata njerëz se cilët një herë në jetë kanë thënë unë vendos argjend, por në një fazë të caktuar argjendi është nxirr. Çfarë tregon? Asgjë tregon ajo pastrohet. Automatikisht pastrohet, domethënë. Po ka ndonjë lidhje me energjinë, ndoshta një mbingarkesë energjetike që praktikisht është përkthyer te ky metali që ne vendosim si stoli. Argjendi gjithmonë tërheq energji që nuk janë të mira dhe i pastron në moment, domethënë. Nuk nikohet ajo. Thjesht kontakti pastaj edhe oksidimi në kontakt me ajrin dhe me ujin, shkon drejt asaj ngjyrës si të errët, por pastrohet, domethënë.
Edmond, a ka një mënyrë nga përzgjedhja që ne bëjmë për të mbajtur bizhuterit në duar që mund të tërheq bollëk edhe pasuri? Patjetër, jo vetëm kjo, po edhe ti përdorish tretësirat e këtyre dy metaleve që janë fisnike, arit dhe argjentit, ti përdorish edhe njëtën e përditshme. Do thënë për shembull, si duhet i mbajmë unazat varse? Sot kam përcjell një informacion se si njerëzit e pasur e bënin kafen me tretësirën e arit. Si e bëni kafe me tretësirën? Kafja bëhet normal, sikur bëhet zakonisht, edhe pastaj në fund krejt pasi e ke heq nga vatra e zjarrit kafen, e lën pak pushohet të qetësohet, edhe pastaj hedh pak tretësirë arit. Ajo tretësira e arit ndikon shumë në rritjen frekuencore të personit, lartësimin frekuencor, mushin me entuziazëm, me pozitivitet, rritjen e fuqisë manifestuese, hapjen e syrit të tretë, rritjen e koherencës midis dy hemisferave të trurit. A marrë sekreti njerëzve të pasur këtu, nuk i tregojnë fort kollaj. Dikën në Shqipëri që e bën këtë? Patjetër. Vërtet? 2-3 mis që janë shumë të pasur. E bëjnë këtë. Si u ka shkuar? Janë shumë të pasur, thashma. Mirë, bëjmë pyesim. Nuk arse janë bërë të pasur vetëm për kësaj pune. Ma e përdorin ditë për ditë këtë lloj kafe. Ditë kërkojnë mirë si ta shtojnë paranë, paraja e paraja shkon tonë. Ashtu thonë. Bëjmë të kundërtën, pyesim të kundërtën. Çfarë po na pengon pasurinë dhe bollëkun? Unë kam këtë byzylykun e zëmë dhe shumë si unë e mbaj në dorë, dikush ka një varse. Si duhen mbajtur të stolit që ndoshta po i pengojnë pasurinë? Pikës pari, pasuria nuk të vjen se ti ke mbajt vetëm një varse, apo se ke pi një kafe me tretësirën e arit. Kjo është diçka komplementare plotësuese. Pikës pari, duhet punosh me veten të rrisish frekuencët tuaja, të rrisish energjinë tënde, të rrisish pozitivitetin, qasjen pozitive, edhe kjo si rritet. Rritet pikës pari duke besuar te Zoti, duke u fal krijuesit. Krijuesi është burimi i gjithçkaje. Energjia materiale vjen prej energjisë shpirtërore. Nëse ti ke energjinë shpirtërore lart, atëherë çdo gjë materiale fillon edhe të vjen afër teje. Do të thënë, sepse fuqia manifestuese e jote. Të gjitha këto i kemi lart. Jemi pozitiv, frekuencat tona besojmë që janë pozitive dhe rezonojnë atje ku duhet, por diçka po na pengon pasuri. Dhe nuk e kuptojmë ku është. Nëse i e lartë në frekuencë, po çështja është sa lartije dhe si lartije. Që nga është lartë. Sepse nëse i e lartë në frekuencë, nuk të mungon asgjë, edhe bolleku vjen sepse lartësohesh aty ku është bolleku. Në momentin që ti je poshtë, po kalon ditë për ditë diku në rrugë. Edhe ke një inat me dikën. Ose bezdisi dikush edhe ti ja kthen me të njëjtën energji. Ai të morën energjinë tënde. Edhe ti thua, po unë kam gjithë këto stoli, arit dhe argjentit dhe pse nuk jam lartë. 100 herë kam menduar ti heq këto. Se besoj shumë që ari pengon shumë çka dhe kam thënë ti heq. Kam të një malakit këtu, ndoshta dhe këtë malakitin duhet ta heq. Malakiti është mirë, po ari është problem të meshkujt. Tani, një florinë, një shtu keni. Unë biles ka pas rase sa dush që unë kam thënë misëve të mi, meshkujt. Që kishim vendosë varse që shkojnë rreth 2 milion lek, 3 milion lek. Po nga ato varse dhe trasha. Po, ta shiko, është problem kjo punë kështu. Po i tregoja, pa i këtë që thu. Mirë po, pastaj e ka hez vete, edhe ka dhe diçka tjetër, që mund të shfrytëzojnë çdo kush, domethënë. Se ku ka argjendari, ku ka arë dhe argjend, ka frekuenca shumë të larta. Nëse ju shkoni edhe pini kafe ditë për ditë, afër këtyre argjendarive, po, fillojnë rritni edhe frekuencat tuaja. Ndoshta s'keni mundësi për të hedhur asaj kafes tuaj tretësirë. Kështu, aty ka argjendari, po të pim kafe në afër. Ka ndonjë Don Bosco. Edhe duhet shkojmë diku tjetër, po s'mund ta themi se quhet publicitet. E mësuat besoj, kafen afër argjendarive dhe po mund të pak ditë nëse keni mundësi ta pini kafen aty ose qëndroni se fjala është me pi kafen, po qëndroni aty krejt kot 1 orë, 2 orë, do shisonin pastaj njerëzit edhe do thonë çapo ndodh. Kurse portuleni dikun aty afër, ju e merrni frekuencën e arit dhe të argjendit edhe të gurëve të shmuar. Me këtë kështu që edhe të gurëve të shmuar. Po, patjetër. Po nuk u pasuruam ne deri në fund të këtij sezoni. Megjithatë, kështu që marrim, i bie që nuk kemi ne të vëmendshëm se nuk kanë fajt të ftuar. Ose frekuencat tona ka një problem. Gocat kërkojnë unas diamanti. S'ka rëndësi për masa diamanti. Çfarë fuqie ka ky siguri të shmuar? Lartësojnë shumë frekuencet, po gocat kërkojnë gur opali. Çfarë është opali? Opali është një gur i çmuar që rrit shumë besnikërinë në çift, rrit shumë marrëdhëniet e mira, ul xhelozin, ul konfliktin në çift dhe qetëson edhe burrin edhe gruan.
Në moment që ju keni një Opal, vendoseni poshtë krevatit, dikun poshtë, jo poshtë jastekut, poshtë krevatit fare. Me frekuencët ati, ai do rrisë shumë besnikërinë dhe do rrisë vetbesimin të personit, të vetja, po edhe të partneri, edhe nuk do nëllu asë një lloj konflikti në çift. Pra, të heqin dorë nga diamanti për të zgjedhur Opal. Opali është më mirë. Opali mund vendoset edhe në unaz, Opali mund vendoset edhe këtu, po kryesisht prej femrave, se me femra shkon më shumë ajo energji. Është energji femrore, po thua. Për gjithë vajzat që kanë një diamant në duar? Plus është, do të thënë, është diçka e mirë. Diamanti është përcjell energji të mirë shumë. Ka ndikim negativ tek vajzat që... Jo, ka energji të mirë, ka frekuencë mirë. Pra, do të thënë, zgjidhjen, kurrën, përgjigjen e çdo ekuacioni që ne kemi në mendje e gjejmë në metalet që toka ofron. Po edhe bakri janë shumë i rëndësishëm. Kjo është pyetja e radhës për gotën e bakrit. Po, bakri ka edhe fuqi të madhe antimikrobike, po thuajse të njëjtat veti sikur argjendi ka edhe bakri. Bilet disa mendojnë në bioenergji se mos frekuenca e argjendit nuk përkon edhe ka përplasje me frekuencën e bakrit. Nuk ka përplasje, po çështja është vetëm të konsumohet me radhë, domethënë. Për shembull, ai uji që është përdorur në që është vendosur nën argjendi mund të pihet tani dhe pas të paktën gjysmore më vonë mund të pihet edhe një ujë me i vendosur në antenën e bakrit. Po bakri ka shumë ndikim sidomos te bimët. Nëse vendoset një antenë bakri, një spirale me tel bakri, te bimët, te kopshti ose te lulet, ose edhe te arat, rritet shumë prodhimin. Rritet në mënyrë të jashtëzakonshme prodhimi, domethënë. Të dëgjoj infermerët. Është një fushë e shkencës që lidhej shumë me bujqësinë, që ishte para rreth 100 vitesh, 150 vitesh, quhej elektrokulturë. Edhe në pjesën e Evropës perëndimore kjo shfrytëzohej shumë dhe vendoseshin këto antenat, edhe rritej në mënyrë të jashtëzakonshme prodhimi, plus edhe uleshin problemet me smundjet e bimëve. Po i njëjti efekt, të njëjtin ndikim e ka edhe te njerëzit. Nëse vendoset për shembull në shtëpi, në ambient, një tel bakri, ajo fillon edhe normalizon valet, ndikimin e valeve të ndryshme. Është një rit shumë i bukur, sidomos tani në kohën e hënës plot. Është riti një jetit mirë me hënë plot, domethënë. Edhe një prej atyre që unë këshilloj si rite, po themi, është vendosja të paktën i 100 monedhave të vogla të bakrit kudo në shtëpi. Vërtet, çfarë ndodh? Sikur është 5 lekësh ose 50 lekësh i vjetër, domethënë që është bakri. Edhe mund të jetë edhe i përzir pak me zink ose pak me bronz, barabar është. Rrit bollekun shumë. Po veç rritjes bollekut ndikon shumë edhe influencon shumë edhe normalizimin e valve elektromagnetike, ndodhjes të valore. Valve elektromagnetike, valve televizive, valve telefonike, domethënë çdo lloj vale që mund të ndikojë edhe të na bëjë jetën të zymt, të lodhshme, ndikon shumë pastaj edhe po themi edhe në uljen e besimit, edhe të optimizmit e kështu me radhë. Kur i ke vendosur këto, ti ke vendosur 100 antena të vogla në shtëpi. Pra do t'i hedhim toka po në përçoshe, kudo ku keni mundësi, si për një rafti, si për televizorit, kudo ku keni mundësi ju t'i vendosin domethënë. Plus sa i sjell edhe bollek. Se vetëm perceptimi i shikimit të shumë monedhave ditë për ditë, kur ti i shef se do t'i vesh edhe në veten dukshme. Të dukshme, patjetër, evidente. Rritet perceptimi i bollekut. Dhe ashtu rrisim edhe frekuencat tona për bollekun, ajo që tham pak më herë, që diku po çalojmë me sa duket. Nëse flasim për një metal i cili mund të na dëmtoj fizikisht, por edhe shpirtërisht. Marr këtu shkas nga alumini për shembull. Po. Çfarë efekti ka ky tek ne? Ka metale të rënda si alumini, po është plumbi, është mërkuri pastaj që. E tjera. Seleni kështu më radh, kur është me bollek me tepëri kështu më radh. Po ndikon shumë edhe te vitaliteti, te lëvizja e energjisë, te bllokimi i lëvizjes së energjisë. Sidomos mërkuri ndikon shumë te niveli i aktivitetit trurit. Bllokon kanalet trurore që është shumë problem, domethënë. Spuron truri, fillon mjegullat truri, domethënë. Mjegullimi. Po. Pastaj edhe plumbi, të njëjtën gjë ka, po kryesisht ndikimin e plumbit e ke në gjak kryesisht, te smundjet e gjakut edhe te smundjet tjera. Edmond, ne të falenderojmë shumë për prakticitetin, por edhe mënyrën për të shpjeguar çdo post tonë që nis nga rrjetet sociale, zgjon kurreshtin ton për ta sqaruar edhe në detaje në këtë studio. E vlerësojmë gjithmonë prezencën tonë, gjithmonë mirë pritur. Dhe themi publikut, bëhemi gati se vetëm pas pak do jemi këtu për të shëruar shpirt.